Metoda geniale e qeverisë amerikane për të transportuar 5 tona armë me aeroplan. Kjo është zona e ngarkesës së fluturimit tuaj tipik komercial. Do të prisnit që të mbante vetëm bagazhet tuaja, por këtë herë po transporton diçka shumë të vlefshme. Ndërsa fluturoni në 35.000 fit, një pasuri në shufra ari mund të udhëtojë pak poshtë jush, e zhvendosur në eshtje midis gjigantëve financiar si JP Morgan dhe Rezerva Federale. Logjistika pasaj është maramendëse. Siguria është ndërtuar për të qenë pothuajse e pathyeshme, dhe pothuajse askush jashtë sistemit nuk e di vërtet se si funksionon. Por në prill të vitit 2023, ai sistem u ekspozua nga një grabitje prej $20 milion në Toronto. Mund të pyesni veten, pse dikush do të vendoste miliona dollar në ardh në një aeroplan pasagjerësh në vendi një fluturimi të dedikuar për mallra? Përgjigjja është çuditërisht e thjeshtë. Koha është e barabartë me paratë dhe në tregun e arit çdo orë ka rëndësi. Imagjinoni Londrën dhe New Yorkun si dy tregje gjigante ku çmimet e arit ndryshojnë vazhdimisht. Kur godet kaosi politik ose bankat fillojnë të luaten, investitorët ikin drejt arit. Gjatë krizës bankare të vitit 2023, kjo krijoi ndeshje të mëdha